Mirë se erdhët në kanalin tim të gatimit. Sot do të përgatis tortën time të preferuar. Shumë e thjeshtë, e shijshme dhe e lehtë për të përgatitur. Dhe për më tepër, ka shumë pak përbërës. Le të fillojmë. Gjalp në një tigan dhe e presim derisa ajo të skuqet. Ndajmë të bardha dhe të verdhat nga to. Shkrirë, shtojmë ujin. Si ato të vlojnë, do të shtojmë mielin. Mirë mielin. Nxehtësia duke e trazuar. I shtojmë të verdhat e vezëve. Sa po kemi bërë, e shtrojmë në një tavë holl fare dhe e fusim në furrë të parangrohur me 200 gradë. Shtojmë të bardhat e vezëve dhe me një anë që do bëjmë shërbetin e trashë, do të shtojmë 500 gram sheqer dhe ujë dhe do të presim derisa ato të shtërrohen. Të zije për 10 minuta në val. Vezët rrihen, shërbetin e nxehtë po ja hedh dal nga dal shkumës së vezëve. Të rrihet derisa të ftohet shkuma. Në e pjekur, shtojmë kremin që sapo kemi përgatitur. Me kujdes duke formuar një role. Kam mbuluar me krem dhe e kam zbukuruar në mënyrën time. Torta që përgatisëm për çdo festë. Nëse e provoni këtë recetë, do të jam shumë të më thoni se si u doli në komente. Faleminderit dhe shihemi në videon tjetër.